Një aksident i rënd rrugor është regjistruar në orët e fundit në zonën pranë rrugës Albano Romina, ku një automjet Audi ka përplasur një person që lëvizte me biçikletë. Sipas informacioneve paraprake nga vendi i ngjarjes, mjeti ka qenë në lëvizje përgjatë këtij aksi rrugor, kur për shkaqe ende të paqarta ka goditur biçiklistin. Përplasja ka qenë e fortë duke i shkaktuar dëmtime personit që udhëtonte me biçikletë. Menjëherë është njoftuar policia dhe në vendin e ngjarjes ka mbritur edhe ambulanca. I plagosur ishte transportuar drejt Spitalit Rajonal të Vlorës, ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve. Burimet spitalore bëjnë me dije se po kryen të gjitha ekzaminimet e nevojshme për të vlerësuar dëmtimet e marra dhe për të stabilizuar gjendjen e tij. Ndërkohë efektivët e policisë rrethuan zonën për të kryer veprimet hetimore dhe për të dokumentuar rrethanat e aksidentit. Drejtuesi i mjetit është shoqëruar në komisariat për t'u marrë në pyetje, ndërsa po verifikohen kushtet në të cilat ka ndodhur ngjarja, përfshirë shpejtësinë e automjetit, respektimin e sinjalistikës rrugore, si dhe mundësinë e faktorëve të tjerë që mund të kenë ndikuar në aksident. Aksi i rrugës transballkanike është një nga segmentet më të frekuentuara në qytet, veçanërisht gjatë orëve të pikut, duke shtuar rrezikun për aksidente, sidomos për përdoruesit e biçikletave dhe këmbësorët. Shpeshherë në këtë rrugë konstatohet lëvizje me shpejtësi tej normave të lejuara, çka e bën të domosdoshëm rritjen e kontrolleve dhe masave parandaluese. Policia ka nisur procedimin përkatës dhe pritet që në vijim të dalë edhe me njoftimin zyrtar me detaje të plota rreth shkaqeve të këtij aksidenti. Hetimet vijojnë për të zbardhur plotësisht dinamikën e përplasjes.